تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد gjithë lavdia takon vetëm Allahut, atë lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë ndërsi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me mësimin dhe shpjegimin e haditheve të librit Al-Adab al-Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të hijretit. Allahu e mëshiroft dhe falt atë, na falt ne dhe të gjithë prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi në vazhdim të temave të vizitës smurit dhe çka ka të bëjë me rregullat për të smurin dhe për vizitën e tij. Në hadithin e radhës, që është hadithi 509, thot autori rahimahullah: حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء. Dhe më thënë me këtë zinxhir transmeton për një ndodhi që ka ndodhur me Abdullah ibn Zubairin, kur ka hyrë te nëna e tij Asma bint Abi Bakr. Thot qabla qatli Abdullah bi 10 layalin, përpara se të vritej Abdullah ibn Zubairi, do të thënë 10 ditë para se të vritej Abdullah ibn Zubair. Wa Asma waji'a, kurse Asmaja radhiyallahu anha ka qenë e smur. فقال لها عبد الله كيف تجدينك. I ka thënë Abdullah, pra biri i saj, i ka thënë si ndjehesh, ka thënë waji'a, ka thënë jam e smur ose me dhimbje. Qala inni fil maut, فقالت لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمنى. Ka thënë Abdullah ibn Zubairi, do të thonë unë jam duke ju afruar vdekjes, do të thënë pritet që të më vrasin. Dhe nëna e tij Asmaja ka thonë mos dëshiron ti që të vdes unë, do të thënë dëshiron më shumë që të vdes para teje. Ka thënë fala taf'al fa wallahi ma ashtahi an amuta hatta yati alayya ahadu tarafayk. Ka thënë wallahi nuk dëshiroj, ka thënë pra Asmaja radhiyallahu anha, ka thënë nuk dëshiroj unë që të vdes para teje pa e marr njërin prej dy lajmeve, njërën anë, do të thënë të lajmit. Au tuqtal fa ahtasibuk, ose të vritesh edhe unë ta shpresoj shpërblimin për këtë sprov. Wa imma an tadhfara fa taqarra ayni, ose të fitosh edhe të kënaqem, të gëzohem, do të thënë me fitoren tënde. Fa iyyaka an tu'rada alayka khutta fala tuwafiquka fataqbaluha karahiyat al-maut. Edhe ka thonë asesi mos pranohen ndonjë plan, do të thonë, që ta ofrojnë, që nuk përshtatet me atë që do ti. Edhe mos gabo, do të thonë, ta pranosh ofertën nga frika e vdekjes. Dhe pastaj thot transmetuesi wa inma ana ibn Zubair li yuqtala fa yuhzinu hadhalik. Do të thënë Abdullah ibn Zubairi e kishte qëllim, do të thënë se ishte
do thotë rrethona që do të vritet, edhe friksohej se kjo do ta pikllonte shumë nënën e tij. Në këtë ndodhi, përpara se të flasim për temën për cilën e ka sjellë autori rahimahullah, dhe që është çështja a lejohet që i smuri të ankohet. Do të flasim për këtë, por para kësaj duhet ta përkujtojmë këtë ndodhin. Bëhet fjalë për Abdullah ibn Zubair ibn al-Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Do të thonë Abdullahi është djali i Zubair ibn Awamit, i cili është një prej 10 të përgëzuarve me xhennet. Dhe Zubair ibn Awam gjithashtu është djali i Safiyes, hallës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është pra Abdullah ibn Zubair ibn Awam është prej muslimanëve të parë, edhe është prej kokave të muslimanëve, dhe për këtë shkak është një prej këtyre 10 të përgëzuarve me xhennet. Është martuar me bijen e Abu Bekrit, që e ka pas emrin Esma bintu Abi Bekr, radhiyallahu anhum. Dhe Abdullahi është fëmia i parë prej muhaxhirëve që ka lindur në Medinë. Abdullah ibn Zubair, pas vdekjes së khalifes, është shpallur khalife në Mekke. Do të thënë pas vdekjes së khalifes, është shpallur ai khalife në Mekke. Nuk është ngritur kundër asnjë pushtetari. Pasi e përmendim këtë sepse e marrin njerëz që e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin, ajetet qarta të drejtë për drejta dhe hadithet e shumta mutawatira, edhe që secili hadith e përforcon kuptimin e hadithit tjetër. Disa prej tyre i përmendëm në sqarimin që e kemi bërë, domethënë tani shpejt, edhe e keni parasysh, domethënë janë vetëm një numër i vogël i haditheve që ndalojnë në mënyrë të prerë, të drejtë për drejtë, qartë, ngritjen kundër pushtetarit, i cili është në pushtet, Allahu ja ka dhënë në atë moment pushtetin, ndalohet ngritja kundër tij. Dhe njerëz që duan ta kundërshtojnë këto ajete dhe këto hadithe, nuk kanë ndonjë ajet tjetër, e dini njerëz të bidatit gjithmonë sjellin argumente mutashabih, do të thonë që nuk janë të qarta ose të drejtë për drejta ose nuk janë për atë temë. Mirë, po në këtë çështje nuk kanë ndonjë ajet ose ndonjë hadith që mund ta lejojnë ngritjen kundër pushtetarit. Por marrin disa mutashabihat nga historia që ka ndodhur, edhe bëhet fjalë për 2 prej sahabeve, Abdullah ibn Zubair dhe gjithashtu Husaini, i biri Aliut radhiyallahu anhum ajma'in. Nëse bie ndonjëherë tjetër do ta sqarojmë edhe çështjen e Huseinit radhiyallahu anhu, por Abdullah ibn Zubair nuk është e vërtetë se është ngritur kundër pushtetarit, edhe as që e ka lejuar ngritjen kundër pushtetarit. Por është, dhe kjo mund të verifikohet në histori, do të thonë ka ndodhur pas vdekjes së khalifes. Dhe një numër i madh i muslimanëve në Mekë ja kanë dhënë besën për khalife Abdullah ibn Zubairit. Dhe është bërë khalife. Pastaj më vonë biri i atij khalifes, pasi është nisur, do të gjithashtu e vërtetuar historikisht, pasi është nisur nga Damasku për t'ia dhënë besën Abdullah ibn Zubairit, rrugës e kanë kthyer disa prej familjes së tij, edhe i kanë thënë si pranon ti pasi ishte pushteti te baballarët e tu, që t'ja japësh, do të thënë, dikujt tjetër. Edhe atëherë është kthy dhe është shpallur për khalife, edhe ka kërkuar, do të thënë, që të tjerë të nënshtrohen. Abdullah ibn Zubairi ka qenë i bindur, siç e shihni historikisht, do të thënë, se haku është i tij, sepse ai ishte më përpara i shpallur khalife, edhe nuk ka lëshu penga ky hak. Edhe do të thënë ka vazhdu në këtë deri sa është vra. Do të thënë ka tregu trimëri të vërtet, jo dyftërsi, do thotë siç bëjnë shumë prej xhavarixhëve në kohën tonë, do të thënë deri dje në gjitha organizatat terroriste ka qenë paprit mas me njëherë i le ato parime dhe bëhet, do të thënë, paqësor e kështu me radhë.
Pra Abdullah ibn Zuberi ka pasur këtë qëndrueshmëri dhe këtë bindje për hir të Allahut. Edhe ka vazhdu në këtë. Megjithatë, pasi shumica e umetit ja kanë dhënë besën Abdul Melikut, atëherë disa prej sahabeve, dhe në veçanti Abdullah ibn Umar dhe Abdullah ibn Abbas, e kanë këshilluar Abdullah ibn Zuberin që të largohet nga kjo. Mirë po, ai ka këmbgulur se ka pa, do të thonë se ky është hak. Dhe nëna e tij, bia e Abu Bekrit, do të thonë Esma bint Abi Bekr, gjithashtu e ka përkrahur edhe ka thonë mos lësho pej për hir dunjas, do të thonë nga frika se mos vritesh e kështu me radhë. Edhe ka në tjera transmetime si ka thonë shokët e tu janë vrarë. Do të thonë tani ti nëse e tërhiqesh, do thotë i bie se ai ke tradhtu ata që janë vrarë për këtë kauzë. Do të thonë ata kanë luftuar bashkë me ty dhe janë vrarë, edhe ti tani nëse tërhiqesh edhe pranon marrëveshje, do të thonë i ke tradhtuar ata dhe i ke lënë pra humbja e jetës tyre ka qenë e kotë. Atëherë edhe ti qëndro si ata, do të thonë deri në fund. Mirë, dhe kjo ka qenë vitin 72 të hijretit dhe në fillim të vitit 73, kur është vrarë, do të thënë Abdullah ibn Zuberi radhiyallahu anhu. Do të thënë Abdullah ka qenë sahabi, prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të dy prindët e tij, edhe babaj edhe nana, edhe gjyshi, siç shihni, do të thënë gjithë janë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk lejohet të flitet kundër tyre, edhe nuk lejohet të nënçmohen ose të kundërshtohen, dhe nuk lejohet që të merret, do të thënë të përhapet një bindje të njerëzit sikur ata nuk i kanë përfillur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë askush prej sahabeve asnjëherë deri në fund, deri te sahabiu i fundit, askush prej tyre nuk është ngritur kundër pushtetarit, edhe nuk e ka pa të lejuar këtë. Prandaj për këtë shkak, madje, do të thënë hadithet janë të transmetuara kaq shumë. Do të thënë se menjëherë në kohën e tabiin ose në kohën e sahabeve, do thotë, ka ndodhur fitne të këtilla të shumta, dhe për këtë shkak ka qenë kjo temë aktuale dhe prandaj sahabët kanë përmendur shumë hadithe. Kanë transmetuar me një numër të madh, do të thonë shumë prej sahabeve kanë transmetuar hadithet për të këshilluar njerëzit që të largohen nga fitnet dhe kryengritjet kundër pushtetarëve. Edhe siç e pam dikush prej sahabëve si Ubad ibn Samit, do të thonë në momentet e vdekjes, këshilla e fundit, ka qenë ky transmetimi i këtij hadithi. Dhe të tjerë, do të thonë prej sahabeve, pra e kanë pa këtë temë të rëndësishme, për këtë shkak e kanë transmetuar kaq shumë, edhe hadithi është bërë mutawatir. Do të thonë asnjëherë sahabët nuk e kanë kundërshtuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë shikoni si frika e vetme Abdullah ibn Zuberit ka qenë se mos do thotë ka qenë se do të pikëllohet nana vet. Kuptohet kur ta shoh djalin të vrarë, ajo do të jetë goditje e madhe për nanën. Edhe për këtë shkak ka dashur, do të thonë që ti flasen lidhje me këta, edhe ndoshta edhe me vërtet ka dëshiruar sikur të kishte vdekur përpara se të më shoh mua duke u vrarë dhe duke u torturu. Por i ka thënë kjo grua e fuqishme. Pastaj ka pasur edhe qëndrime të fuqishme kundër Haxhaxhit. Pra kjo Esma radhiyallahu anha, se qoftë, do të thonë për këtë shkak ka shkuar kur ka qenë e smur. Dhe kjo është shkurtimisht historia e Abdullah ibn Zuberit, do të thënë në mënyrë shumë të shkurt dhe të shkurtuar. Me rëndësi këtu, këtë hadith e ka sjell autori rahimahullah për të treguar një çështje. Do të thënë kur e ka pyetur Abdullah ibn Zuberi kejfe tajidinaki, do të thënë si ndjehesh, ka thënë waji'a, do të thënë kam shumë dhimbta. Pra kjo fjalë waji'a do të thotë dhimbta ose e smur me dhimbta të shumta. Është për ndryshe në atë kohë Esma ka pas mosh 100 vjeçare. Do të thonë 100 vjet
është përmendur në domethënë disa librave të historisë, do thotë si është Sifatu Safwa, ka përmendur se atëherë ka pasur 100 vjet Esma radhiyallahu anha dhe nuk I ka rënë asnjë dhëmb nga goja. Domethënë ka qenë me shëndet të fuqishëm. Kjo, pra këtë hadith e ka sjell për treguar se lejohet ismuri ta përmend gjendjen e tij. Nëse nuk ankohet, nëse nuk e bën këtë si zemrim për caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe këtë do ta tregojmë edhe me hadithe tjera, do të thënë mos zgjerohemi edhe më tutje te kjo. Hadithi I radhës thot Imam Bukhari rahimahullah, babu hal yakun mirë, kjo do të thënë tema në këtë libër është përmend më vonë, kurse në botime tjera më herët, do të thënë para këtij hadithi që e përmendëm. Pra në këtë temë që thot Imam Bukhari, hal yakunu qawlu al-maridi inni waji'un shikaya. Do të thënë sqarim, a është kjo fjalë jam I smur ose kam dhimbt, a është ankesë. Dhe me këto hadithe kjo çështje tregohet. Pra në hadithin e radhës thot, haddathana Ahmed ibn Isa qal haddathana Abdullah ibn Wahb qal akhbarani Hisham ibn Sa'd an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Pra nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu transmetohet annahu dakhala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa maw'uk. Do të thonë ka hyrë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me temperaturë të lartë, me zjarmi të fuqishme. Thot alayhi qatifatun فوضع يده عليه فوجد حرارته فوق القطيفة. Do të thonë ka qenë mbuluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një cop ose me një si qebe ose batanie që I themi. Edhe e ka vënë dorën Abu Sa'id al-Khudri mbi të, edhe e ka ndjerë nxehtësinë mbi batanie. Edhe I ka thonë pra Abu Sa'id al-Khudri, ma ashadda hummaka ya Rasul Allah, do të thënë sa temperaturë të fuqishme pas kjo I dërguari Allahut. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna kadhalika yashtaddu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajr. Ka thonë ne, pra pejgamberët jemi kështu, që sprovat na bëhen më të fuqishme dhe shpërblimet na dyfishohen. Atëherë ka thonë Abu Sa'id al-Khudri, ja Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an, pra cilët njerëz o I dërguari Allahu, cilët njerëz kanë sprova më të rënda? Ka thonë al-anbiya, thumma as-salihun. Në sprovat më të rënda I kanë pejgamberët, pastaj njerëz të mirë. وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها. Thot disa prej këtyre njerëzve të mirë ose prej pejgamberëve janë sprovuar në atë mënyrë me varfëri aq të madhe sa që nuk kanë pasur nuk kanë gjetur asgjë përveç asaj rrobës ose xhybes që me cilën janë mbuluar dhe me të janë veshur. Wa yubtala bil qummali hatta yaqtulahu. Edhe dikush është sprovuar me morra, do të thënë sa që morrat e kanë vrarë, do të thënë janë bërë shkak që të vdes. Wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala'i min ahadikum bil ata. Edhe këta njerëz të mirë janë gëzuar më shumë me sprovat sesa që gëzoheni ju, do të thënë me dhuntit, me të mirat. Janë gëzuar më shumë për sprovat sesa ju për dhuntit. Pra në këtë hadith gjithashtu si e shohim përshtatet me temën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se është I smur dhe se ka temperaturë të rëndë, edhe ka thënë yashtaddu alejna al-bala. Do të thënë ne I kemi sprovat e rënda, pra pejgamberët. Gjithashtu në transmetim tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunhum. Do të thënë njerëzit me sprovat më të rënda janë pejgamberët, pastaj ata që vinë pas tyre. Do të thënë pas tyre në vlerë, ata që janë
më afër dhe më të ngjashëm me pejgamberët e Allahut. Ky hadith është argument se sprova është mirë, do të thënë për besimtarin, siç kemi sqaruar më herët, se sprova nuk është për ta dëmtuar besimtarin. Edhe Allahu nuk i dërgon sprova muslimanit që ta shkatërrojë ata. Por sprovat vijnë për, do të thënë, që t'i falen gjunahet dhe që t'i ngrihen gradët, që t'jetë, do të thënë, në gradë më të larta. Dhe gjithashtu ky hadith është argument se e kemi shembull pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam për durim dhe qëndrueshmëri. Do të thënë, me gjithë sprovat e fuqishme dhe sulmet e shumta, do të thënë, ka qenë i paluhatur, i qëndrueshëm dhe gjithmonë durimtar dhe falënderues ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-bala'u bil mu'mini hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'a. Do të thënë, vazhdon njeriu besimtari, vazhdon besimtari të ketë sprova derisa kur takohet me Allahun mbetet pa asnjë gjuna. Do të thënë, të gjitha gjunat i pastrohen me sprovat në dunja. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo sprovë që e godet besimtarin i falet ndonjë gjuna. Madje edhe nëse e shpon një gjemb, gjithashtu i falen gjunahe. Dhe për këtë shkak dikush mund të pyes, atëherë pse sprovohen pejgamberët kur nuk kanë gjunahe? Do të thënë, për çka ju vjen sprova pejgamberëve, megjithse ata nuk bëjnë gjunahe? Shikoni në këtë hadith si është përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ka thonë inna kadhalik, do të thënë ne jemi kështu ne pejgamberët, yashtaddu alejna al-bala, do të thënë kemi sprova të rënda, wa yudha'afu lana al-ajr, edhe na dyfishohet ose na shumë fishohet shpërblimi. Do të thënë pra pejgamberët kur sprovohen edhe kur goditen, do të thënë me smundje ose varfëri ose luftra, kanë shumë fishim të shpërblimeve. Do të thënë nuk përmendet se u falen gjunahet pejgamberëve, por përmendet falja e gjunave për besimtarët. Pra pejgamberët me këto sprova vetëm ushtohen shpërblimet. Tjetër kanë përmendur dietarët prej dobive të sprovimit të pejgamberëve. Kanë thënë se pejgamberët janë shëmbëltyr për popujt e tyre. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shëmbëltyr për këtë ummet. Edhe prandaj i vinë të gjitha gjendjet që i vinë njerëzit. Se nëse nuk kishte pasur asnjëherë pejgamberi Allahut sprova, smundje ose varfëri e kështu me radhë, kur të vinë këto sprova te ummeti, atëherë si do të dinë se si duhet reagojnë ose të merren me këto sprova. Më thënë, kanë shembull paraprakisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pa marrë parasysh çfarë sprove i vjen njerëzit. Nëse i vjen lufta, sepse ka shumë njerëz që do të dalin prej kufive të besimtarëve kur ndodhin luftra. Edhe me njëherë do të bëjnë ankesa dhe sulme ndaj muslimanëve kështu me radhë. Kurse i ka ndodhur luftra edhe sulme edhe më të rënda, më të dashurit të Allahut prej gjithë njerëzimit, më të vlefshmit prej njerëzimit, sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai ka duru dhe ka qenë i qëndrueshëm. Edhe i ka ndodhur sulme, edhe i ka ndodhur varfëri. Prandaj besimtari kur të ketë sprovë të varfërisë, duhet ta kujtoj varfërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë edhe më e fuqishme se varfëria që e përjetojnë të tjerët. Edhe smundje ka pasur, edhe humbje të fëmijëve, do të thënë i kanë vdekur fëmijët, i kanë vdekur të afërmit, do të thënë i kanë vdekur shokët gjithashtu të dashur, edhe për gjitha këto e kemi shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak Allahu na ka urdhëruar me këto fjalë, ja ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, o ju që keni besuar, pra duroni edhe
bëhuni të vazhdueshëm ose të qëndrueshëm në durim dhe luftoni në rrugën e Allahut, friksojuni Allahut, ruhuni prej asaj që ka ndaluar Allahu, do të thënë që të jeni të shpëtuar. Do thotë, pra këto fjalë, të gjitha ajetet edhe urdhrat dhe ndalesat që janë në librin e Allahut, padyshim i ka zbatuar në praktik pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe me tira fjalë, do thotë, sprovat që i kanë ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë për shpjegim praktik të fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe do të thënë kështu në këtë mënyrë, pra sprovat e pejgamberëve janë për këto qëllime, kanë përmendur dietarë, do të thënë që të jenë shembull për besimtarët, udhëzim për besimtarët, edhe që edhe më shumë i ushtohet atyre shpërblimi. Dhe gjithashtu ky hadith me të vërtetë është prej mrekullive dhe prej argumenteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë nuk gjen kontradikt dhe kundërthënie asnjëherë mes fjalëve të Allahut, po edhe nuk gjen gjithashtu kundërthënie mes fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse të gjitha ato janë shpallje. Do të thënë shikoni se sa precize është përgjigjja, pra nuk ka thënë se besim kur është pyetur pse ke gjithë këtë smundje ose gjithë këtë temperaturë, se ka thënë, pra nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ju kam thënë që besimtarit i falen gjunat e kështu me radhë, por ka thënë se pejgamberëve u shumëfisohet shpërblimi. Edhe pse thash dyfisohet, disa herë përmenda se është në transmetim tjetër që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhimbtat dhe smundjet te pejgamberët janë sa 2 burra prej besimtarëve. Do të thënë secila smundje dhe temperaturë dhe dhimbt në trup është sa mund durojnë 2 burra prej besimtarëve, me aq sprovohen pejgamberët e Allahut alayhimus salatu wassalam. Do të thotë, pra prej dobive të këtij hadithit ishin se njerëzit me sprova më të rënda janë pejgamberët, pastaj janë njerëz të mirë. Pra ky është argument se ekzistimi i sprovave nuk është argument për të keqen e njerëzit, pasi shumë ignorant e marrin këtë argument. Edhe i kanë thonë edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se po të kishte dashur Allahu nuk do të kishin vdekur fëmijët ose me këtë kuptim, por për njerëz të mençur dhe për njerëz besimtar, sprova nuk është shenjë e keqe, përkundrazi është shenjë e dashurisë Allahut ndaj atij robi. Pastaj prej dobive të hadithit gjithashtu është se varfëria është një prej llojeve më të rënda të sprovave, pasi ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu prej sprovave të pejgamberëve dhe njerëzve të mirë që kanë pasur varfëri shumë të rëndë. Gjithashtu argument ose dobi prej këtij hadithi është se besimtari gëzohet kur i vjen një sprovë. Por ky gëzim nuk do të thotë që njeriu ose besimtari ta kërkojë sprovën. Pasi këtë ne ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nuk e di njeriu a do të ketë mundësi të durojë. Por kur i vjen sprova, do të thënë ta di se është derë për të fituar mirësi dhe përfitime të shumta. Prandaj lutet Allahut që të jetë i qëndrueshëm dhe t'i shtojë shpërblimin e tij. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i vjen njeriu një goditje, si thot: Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlifni khayran minha. Do të thënë Allah, ma jep shpërblimin për këtë sprovë dhe ma zëvendëso me më të mirë. Në temën tjetër, thot Imam Bukhari rahimahullah, babu iyadati al-mughma alayhi. Pra vizita e të alivanosurit. Do të thënë kur e ka humbur vetdijen nga smundja dikush. Ka thënë haddathana Abdullah ibn Muhammad, qala haddathana Sufyan an ibn al-Munkadir, سمع أنه سمع جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. Thot Gjabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, thot usmura njëherë me një smundje dhe erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të më vizitoi dhe Abu Bekri me ta, dhe të dy erdhen në kam duke ecur, do thot fawajadani ughmiya alayya, edhe më gjetën të alivanosur pa vetdije. Do thon kur kanë arritur ka qenë i alivanosur Gjabiri radhiyallahu anhu. Thot fatawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma sabba wudu'ahu alayya. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë avdes dhe ma ka hedhur ujin e avdesit për mi. Fa afaqtu, dhe ungrita, do të thonë u kthye vetdia. Fa idha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kur i hapa syt, do të thonë e pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kuptohet se kjo është befasi dhe gëzim i madh për besimtarin, që i ka ardhur në vizitë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot fa qultu ya Rasulallah, kayfa asna'u fi mali? Edhe pastaj e ka pyetur, pyetje. Ka thënë i dërguari Allahut, si të veproj me pasurinë time? Iqdi fi mali, do të thonë ma gjyko për pasurinë time, pra si duhet të ndahet. Sepse Gjabiri radhiyallahu anhu ka patur vetëm motra. Thot edhe pasurinë që e ka trashëguar nga Jati, ka qenë, do thot Gjabir ibn Abdillah ka qenë shumë i ri. Dhe është martuar pas luftës Uhudit pak më vonë. Dhe nuk ka pasur fëmijë, do të thënë ka pasur vetëm motra. Edhe për këtë shkak ka pyetur se si duhet ta ndaj pasurinë. Do të thënë ajo që e ka shqetësuar ka qenë, do të thënë, përgjegjësia e tij në lidhje me pasurinë e tij. Thot falem yujibni bi shay'in hatta nazalat ayatul mirath. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është përgjigjur deri sa ka zbritur ajeti për trashëgimin, që flet për trashëgimin e atij që nuk ka fëmijë. Do thot është ajeti i surës Nisa 176, yesalunaka qulillahu yuftikum fil kalala. Do të thonë të pyesin, thuaj Allahu ju jep përgjigje për atë që trashëgohet në këtë mënyrë. Do thot pra brenga e Gjabirit radhiyallahu anhu në këtë gjendje ka qenë për të marrë gjykim të saktë, për ta marrë gjykimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ndarjen e pasurisë, që të mos bëjë ndonjë gabim. Edhe këtu do thotë ky është argument për rëndësinë e pyetjes së njerëzve të dijes. Do të thonë të pyeten dietarët për çështjet, për secilën çështje që ka lidhje me fen, apo edhe për çështjeve të dunjas. Do të thonë pyeten njerëz të dijes që njeriu mos bëj gabim edhe mos dalë para Allahut me përgjegjësinë ose barrën e gabimit që e ka bërë. Pra si tham këtu, do thotë edhe nëse ismuri nuk është në vetdije, është e preferuar që të vizitohet. Nuk ka lidhje, pra nuk vizitohet që të shohë vetëm ismuri. Megjithse kjo është e rëndësishme. Kur i sheh njeriu ismur, ata që vinë për ta vizituar, ata që i ka dashur dhe ata me të cilët disponohet edhe qetësohet, edhe përfiton prej lutjeve të tyre, padyshim se ajo është e dobishme. Mirë po edhe nëse nuk është në vetdije, është e preferuar për të tjerë që ta vizitojnë të smurin. Dhe në lidhje me atë që tham më herët, pasi na iku kjo, për ankesën, do të thonë përmendja e smundjes. Është më rëndësi ta kemi parasysh që nëse bëhet përmendja e smundjes për zemrim ose për ankesë ndaj caktimit të Allahut subhanahu wa taala, ajo është e ndaluar, është haram. Kurse kur bëhet, do të thonë, për ta treguar njeriu gjendjen,
ose ka mundësi ta tregoj arsyen për çfarë pse ka munguar në një vend, thotë se kisha shumë dhimbje të kokës ose temperaturë ose lodhje kështu me radhë. Pra në këtë rast lejohet të tregoj për smundjen e tij. Gjithashtu i ankohet mjekut, i tregon se më dhem këtu ose e kam këta, do të thonë për ta marrë ilaçin. Ose gjithashtu edhe dikujt prej vëllezërve të tij i ankohet, do të thonë e tregon realitetin e smundjes, ndoshta ai di ndonjë ilaç, ose gjithashtu me rëndësi është, do të thonë që u tregon gjendjen që ata të luten për ta, edhe kjo bën dobi me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thonë për këto raste lejohet përmendet smundje, kurse me qëllim të humbjes thot durimit e kështu me radhë, ai njeri që humb durimin edhe vetëm u përmend njerëzve se kam sprova, kam kështu, ajo është e ndaluar. Pastaj në temën tjetër thot Imam Bukhari rahimahullah, babu iyadati s-sibyan. Pra vizita e fëmijëve ose foshnjeve, vizita e foshnjeve. ثوت حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل. Pra transmetohet nga Usame ibn Zeid radhiyallahu anhuma, thotë se një prej fëmijëve të bijës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është smur. فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت. Dhe nëna e kësaj foshnjës ja ka dërguar dikon të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i thotë, fëmia im është duke vdekur. فقال للرسول, atëherë këtij që ka ardhur këtij njeriut i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idhhab faqul laha inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Pra shko thuaj asaj bijës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma. Do të thonë e Allahut është ajo që merr dhe e tij është ajo që jep. Dhe çdo gjë tek Allahu është me afat të caktuar. Fal tasbir wal tahtasib. Pra le të jetë e durimtare dhe le ta pres shpërblimin, pra për sprovën. Thot faraja ar-rasulu fa akhbaraha fab'athat ilayhi tuqsimu alayhi lama ja. Atëherë ky i dërguari, do të thënë ky mes këtyre që ka ecur, ka shkuar te vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka treguar këto fjalë dhe ajo e ka përbetuar, do të thënë e ka kthyer edhe një herë dhe i është betu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të vi. Atëherë thot faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabihi minhum Sa'd ibn Ubadah. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nisur me disa prej sahabeve të tij dhe një prej tyre ka qenë Sa'd ibn Ubadah. Thot fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sabiy fa wada'ahu bayna fandutayhi wa li sadrihi qa'qa'atun ka qa'qa'ati ash-shanna. Thot atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kur ka arritur e ka marr foshnjën edhe e ka afruar te gjoksi i tij, pra e ka përqafuar edhe ka shtrënguar te gjoksi, kurse gjoksi i fëmisë ka pasur një zhurmë, do të thënë një zë ka nxjerr si zëri, do të thënë nëse zbrazët, do të thënë nëse ka trokitje brenda, pra sikur do të thënë si koll i rand ose me këtë kuptim. Thot fadama'at ayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë rrjedhur lot kur e ka pa, do të thënë këtë foshnjë. Faqala Sa'd, atëherë Sa'd ibn Ubadah ka thënë atabki wa anta rasulullah, do të thënë si qan kur ti je i dërguari i Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inma abki rahmatan laha, do të thënë çaj nga mëshira ose dhe mëshuria për ta. Inna Allaha la yarhamu min ibadihi illa ar-ruhama. Se Allahu
nuk e mëshiron askënd prej robërve të tij përveç atyre që janë të mëshirshëm. Pra ata që kanë mëshirë dhe dëmsuri për krijesat. Do thot, pra në këtë hadith ka përfitime të shumta. Njëherë në lidhje me këtë fjalë, vetë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra Allahu i mëshiron vetëm ata që janë të mëshirshëm. Nuk i mëshiron ata që nuk kanë mëshirë për njerëz të tjerë. E kemi përmendur një hadith ose hadithe me këtë kuptim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, do të thonë të mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshmi subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thënë innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, pra Allahu prej robërve të tij i mëshiron vetëm të mëshirshmit, vetëm ata që kanë mëshirë. Ka disa mendime të dietarëve për këtë se kush ka qenë kjo foshnja, edhe cila bije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Don disa kanë thënë se bëhet fjalë për Fatimen radhiyallahu anha dhe për djalin e saj Muhsin. Do të thënë pas Hasan Husein ka patur një djalë Muhsin i cili ka vdekur. Kurse disa të tjerë thonë se është një vajzë e Fatimes, ose disa thonë më saktë është se ajo që e ka dërguar, ajo që e ka thirrur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është vajza e tij Zainab. Edhe fëmia i saj ka qenë një vajzë e vogël. Do të thënë kjo është përmendur në Musnad Imam Ahmedit. Umama bintu Zainab. Do të thënë vajza e saj me emrin Umama, e bija e Zainabes radhiyallahu anhun ajma'in. Mirë po, disa kanë thonë për këto, mirë po, disa të tjerë kanë kundërshtuar se kjo vajzë, Umame, ka jetu edhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kanë thonë se ose është që në këtë smundje të rëndë, e ka kalu, do të thënë është shëruar, ose bëhet fjalë për dikën tjetër. Është për një vajzë të Ruqayes radhiyallahu anha. Allahu alem. Do të thënë njëra prej vajzave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka patur fëmin e saj, djalin ose vajzën. E ka pasur shumë të smur dhe e ka thirrur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta vizitoj. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigjur me këto fjalë, do të thënë pasi ajo ka thënë është duke vdekur foshnja ime. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ma akhadh. Pra thuni asaj inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Do të thënë Allahu është ajo që merr dhe Allahu është ajo që jep. Dhe çdo gjë tek ai është me afat të caktuar. Çfarë do të thonë, çfarë do të thonë e kanë këto fjalë? E Allahu është ajo që merr, çka do thotë? A na tregon dikush? Po, çka do të thonë Allahu është ajo që e merr? Çdo gjë që jep prej pasurisë. Po, pra, do thotë çdo gjë që e ka njeriu, ajo ka qenë dhurat nga Allahu. Ose është si amanet, do të thonë, që Allahu ta kalon ty ta ruash. Edhe prandaj njeriu nuk duhet të zemrohet kur vjen i Zoti i amanetit që ta marrë prap atë që ta kalon për ta ruajt. Askush, do të thënë asnjë i mençur nuk duhet të zemrohet nëse dikush të kalon një pasuri për t'ia ruajtur për një afat caktuar, edhe vjen e kërkon atë, do të thënë nuk duhet të zemrohet. Edhe kështu njeriu duhet ta ketë parasysh se çdo gjë që e merr Allahu, do të thënë ka qenë e Allahut, edhe përpara se ta marrë, edhe kur ta ka dhënë, do të thënë është e Allahut. Po tjetra walahu ma a'ta, dhe Allahu është ajo që jep. Çka do të thonë kjo? Jetë. Cilën jetë? Dhe do të thonë tani e morëm vesh se si? Që jep fëmin apo Po, e mori, do thotë. Pra tham Allahu është ajo që e merr, edhe Allahu është ajo që e jep. Po, sprovën, mund thuhet, sprovën që ta ka dhënë dhe shpërblimet që do t'i japë Allahu. Ose është për qëllim jetën e të tjerëve, do të thonë që ty të kalon gjallë, gjithashtu edhe kjo jetë akoma edhe më tutje është e Allahut subhanahu wa ta'ala.
Prandaj dhe thot wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin ila ajalin musamma. Do të thonë çdo gjë tek Allahu është deri te një afat i caktuar. Ka disa predietarëve kanë thënë cila është dobia që fjala afat, do të thonë kuptohet se është e caktuar, pse thuhet edhe i caktuar. Ka dy lloje të afatit, për shembull afat që është i caktuar me emër. Musamma këtu do të thonë i emërtuar. Do të thonë dita dhe ora është e thonë me ka afat që është ghair musamma, do të thonë afat i pacaktuar, që do të thonë për shembull kur dikush thotë të ma kthesh borxhin pasi të kthehen haxhilert nga haxhi, shembull, ose pasi të mbarojnë të korrurat. Ajo është një afat, por nuk është i caktuar, është me hapësirë. Kurse afati i caktuar është kur caktohet data edhe ora për shembull. Dhe çdo gjë tek Allahu është me afat të caktuar. Çdo gjë ka çastin e sakt që ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe ka thënë fel tasbir wal tahtasib, do të thonë le të duroj dhe le ta kërkoj shpërblimin e Allah. Do të thonë le të shpresoj te shpërblimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj në lidhje me të qarët, do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qarë edhe për vdekjen e birit të Ibrahimit, edhe sigur në këtë rast për mbesën e tij ose nipin e tij, edhe për raste tjera. Dhe qarja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë qarje nga mëshira për krijesat. Prandaj pejgamberi Allahut është i përsosur në aspekt të imanit, do thotë edhe besimin në kader, edhe dorëzim ndaj caktimit Allahut në mënyrë të përsosur, edhe mëshirë për krijesat në mënyrë të përsosur. Edhe këtë rrallë herë që mund ta kompletoj dikush. Dhe më thënë, pra kemi shembull nga selefët ku thuhet që kur kanë marrë vesh për vdekjen e fëmijës ka qeshur, dhe më thënë, e ka zbatu njënin aspekt, është gëzu për sprovën se do të ketë shpërblim. Dhe dikush qanë, dhe më thënë se nuk është 100% i pajtuar me caktimin e Allahut, kurse pajtimi plot me atë që ka caktuar Allahu i lartësuar, dhe mëshirë e vërtet për krijesat, do të thonë, ajo është e rrallë dhe është e kompletuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka thënë çaj nga mëshira për ta. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju nuk dënoheni për lotët që dalin ose për piklimin që është në zemër. Do thotë mallëngjimi për të vdekurin edhe mëshira për ta. Pra nuk dënoheni për këta, por dënoheni për fjalët ose veprat. Do të thonë nëse thu fjalë që tregon kundërshtim ose mos pajtim me caktimin e Allahut, ose bëjnë vepra si rrahje të vetvetes ose shkyerje të rrobave ose diçka të tillë, do të thonë kjo është për këtë merr dënim njeriu, përndryshe për qarjen dhe piklimin nuk merr do thot njeriu dënim. Edhe elhamdulillah kjo është prej mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej këtij hadithi gjithashtu përfitojmë se është e lejuar dhe ligjshme, do të thonë të thirren njerëz me vlerë, me dituri ose me devotshmëri për në çastet e smundjes ose në çastet e vdekjes dikujt. Do të thonë thirret dikush që ka dituri dhe ka devotshmëri, që mund të bëjë dobi edhe me dua edhe me këshilla kështu me radhë. Po ashtu, do të thonë këtë tregon se lejohet të përbetohen ata. Do të thonë të thuhet se është e preferuar që njeriu ta plotësoj përbetimin e dikujt. Pra kur dikush përbeton, është më parsorë që njeriu t'i përgjigjet pra thirrjes nëse ajo është në rregull. Po ashtu përfitojmë, do të thonë se njeriu që ka sprov duhet të
pra është e preferuar që t'i përkujtohen shpërblimet edhe të këshillohet për durim, edhe kjo është prej cilësive të besimtarve, wa tawasau bis sabr, do të thënë që vazhdimisht e porositin njëri tjetrin për durim. Dhe këtu në këtë hadith, këto fjalë ja ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para vdekjes, do të thënë pa i vdekur fëmia. Pra edhe kjo do të thotë që lejohet thuhen fjalë që si janë shprehur, do të thënë fjalë për që pritë, do të thënë sigur ka ndodhur, edhe pse ato nuk kanë ndodhur, mirë po është e pritshme që ndodhin. Do të thënë është gjendja e tillë që mund të ndodhë, edhe lejohet të thuhen edhe fjalë, do thotë sigur të kishte ndodhur. Do të thënë i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ta dish se çdo gjë te Allahu është me afat caktuar. Do të thënë edhe para vdekjes nuk duhet njeriu të çmendet, ose do të thënë si bajnë mos mendoj njeriu se mund ta zgjas jetën e dikujt ose mund ta mbajë shpirtin dikujt. Do të thënë ta di se vdekja është e caktuar tek Allahu dhe atë nuk mund ta ndryshojë asgjë. Prandaj duhet ta ketë parasysh njeriu shpërblimin dhe të jetë durimtar. Edhe një hadith të përmendim, ka thonë Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا الحسن ابن واقع قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم ابن أبي عبلة قال مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء. Pra thot Ibrahim ibn Abi Abla, thot mu smu gruaja, do të thënë ka pas gruan të smur, dhe shkoja te Darda radhiyallahu anha ose rahimaha, do të thënë gruaja e Abu Dardas radhiyallahu anhu. Dhe fataqulu li, ajo më thoshte, kayfa ahluk, do të thënë si e ke familjen, fa aqulu laha marda, i thosha janë smur, pra është e smur gruaja. Fatad'u li bi ta'amin fa akul, atëherë më porosit të ushqimin, do të thënë i thriste që të ma sjellin ushqimin mua, edhe unë haja. Thumma udtu fa fa'altu dhalik fa ji'tuha marratan, edhe kështu do të thënë shkova disa herë. Pra kur e ka pas gruan e smur, Darda i ka dhënë ushqim, do të thënë se ai njeri ka nevojë për përgatitje të ushqimit, do të thënë nga dikush. Edhe thot kur shkova një herë më tha si është gruaja, kultu qad tamathalu, do të thënë pothuajse është shëru, pra është lehtësu shumë edhe sikur është shëru. Faqalet inma kuntu ad'u laka bi ta'amin in kunta tukhbiruna an ahlika annahum marda, do të thënë të sillja ushqim kur më ke tregu që e ke familjen e smur. Fa amma anta mathalu fala nad'u laka bi shay, kurse tani që është shëruar, do të thënë nuk mund të t'jap më shumë ushqim. Do thotë ky ether tregon për vlerën e ndihmës mes besimtarëve, edhe dhënies sadakave dhe ushqimit. Dhe si duket në këtë rast Darda, do të thënë ka qenë që ka pas nevojë për atë ushqim, nuk ka pas, do të thënë shumë më shumë, ja ka dhënë ushqimin e vet. Edhe kjo është zbatim i fjalës së Allahut subhanahu wa taala që ka thënë wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Do të thënë njerëz të mirë që i lëvdon Allahu subhanahu wa taala thotë se u japin ushqim edhe pse kanë nevojë për ta, edhe duan atë ushqim, u japin, do të thënë të varfërve, po miskinën wa yatiman wa asira, do të thënë të varfërve, jetimve edhe robërve, u japin ushqim edhe pse kanë nevojë për ta. Innama nut'imukum liwajhi Allah, edhe thonë ne ju japim ushqim për hir të Allahut. La nuridu minkum jaza'an wala shukura, do të thënë nuk kërkojmë prej jush as shpërblim, as falënderim. Prandaj thot Allahu, pra në vazhdim thonë inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Do të thënë ne friksohemi Zotit ton për ditën që është e errët dhe e tmerrshme. Do të thënë besimtarët
japin ushqim për hir të Allahut, jo për ndonjë përfitim të dunjas, edhe kur e shohin që dikush ka nevojë. Edhe nëse është nevoja, domethënë në aspektin e varfërisë, ose është nevoja domethënë nevoja e pamundësisë për të përgatitur ushqim, domethënë kur e shohin dikon që ka nevojë, i japin ushqim. Edhe këtë ka bërë Ummu Darda dhe mirë po, gjithashtu çka përfitojmë prej këtij etheri është që njeriu kur e bën një të mirë, pastaj nuk ka mundësi ta vazhdojë, është mirë të arsyetohet, do të thënë të tregoj se tani nuk ka mundësi më shumë, ose e shoh që nuk ke nevojë më shumë, do të thënë edhe nëse jep sadaka ose ndihma, pastaj dikush e sheh që ka gjetur punë për shembull, mund t'i thush tani elhamdulillah që ke gjetur punë, nuk mund të t'jap më shumë. Edhe do të thotë me këtë kuptim. Pra edhe ky hadith është në grupin e këtyre haditheve që flasin për rregullat dhe etikën e njerëzve në lidhje me të smurit. Edhe etikat e të smurit vetë, më thënë janë përmendur disa. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na udhëzojë në moralin më të bukur, se nuk na udhëzon në të askush përveç tij, dhe të na largojë prej moraleve të këqija, se nuk na largon ato askush post tij. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.